Çdo gjë që kanë u bë më mirë në katun se në shërë, kështu që nuk dëshirojnë të mojnë bakti. Kam edhe një telefonat, e marrëm telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Aslan, ki shumë zhurëm, Aslan. Që tash e mshefi zhurën, e la mas pas Mos... pjeqës. Okej, përshëndetje, Aslan, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta, të djalule, ju përshëndes, qillëve, emër për emër më doni zemra. Po që shjeri të djalule? Mirë, faleminderit, mirë jam, mirë po kaloj. Po ti? No, unë e vitë zoti që pa di që është mas mirë. Në shqyqër që aja më rëndësi. A pa në jetë mirë? Po, super, super po të gjush. E, Aslan, qka do të na thuash ti? Brenga jute. Po i valloj për të djalule si unë një i pa shkollë, pa dije. Po? I që unë vesë në sena, ti mund më të këthy për gjegje, se mas unë vesë për di shka tam. Ti dëgjuve pare falset qka na falen se ishe këto në komente. Atëherë mendimi juaj për qmimet, sidomos të artikujve ushqimor dhe artikujt higienik që janë, ka një qmim marramens në Kosovë me i krahazu me të ardhurat atje, apo edhe me qmimet edhe të ardhurat në Gjermani, për shembull që jetojnë e vetë. Qata mërmenja, a është e përballueshme për, nështë as po tham për gjitha familjet në Kosovë, po për disa familje, me qenë se ti vetë jeton katon edhe ke thonë, vetë që ti ende e ki mon bakti, e ki lupën. Unë e bëj bej pasha lopën. Ti ban bej pasha lupën, inshallah ta lexoj ti lupën, pse jo, se gjuna dha ja ka shpirt. Se du barabar me antarët e familjes. Edhe është e vërtet, normal se e dan. Mi qetë 20 litër të amël në 22 litër të amël në ditë. Vete mjeli, vete këqyri, jo që s'ka kush, po unë e du lopën, se ja di vlerën, se Zoti ka shumë fale ka kriju hajvanatin me shërbimin sonë. E do pa në kohën, se dojnë lopën, se dojnë delën, se dojnë bëllëjtën, se dojnë thijen, se dojnë pullën, të një au ku kush kanë gjetë, valloj normal që gjanë. Unë për veti pa flasë se dashta diku në i dokët që di, unë nuk shkoj me rojnë gjamë, pa shku me këqër lopën dhe me tha në apën e mirë, gjumën e amëllë. A më kuptove shka tash? Po, shumë bukur, apo merë përgjigje për saj? Po. A livrit kryt pa, ha? Po, valloj, nga, se për me, diku në i dokët interesant, vishë, kur i kruvat shpina njërë që së në më rejnë, ma bën me kryja, që ka me ka i kruvat trupin. E diku në i dokët që di, po nga hajvanatën e du shumë. Po thet me mja hiu më ban bej pasha grun, e mos ba bej pasha lupën, ruje shuqen o Aslan. Po i fet me ja hije të ju këtë përljana me gru shkoj të lopë rindarë në këthi këtë pajtohëm, nuk shkoj shpejt. O femja, dhe gjuve që kur përlohet me gru kjo ka venin e sigurt me shku naher. Po vërdoj, po i në të tëma, me gjëse si në nuk përlohëm, po adirë pa ato, do më thanë dhe shkabe, po me si dhe shikosin dhe gjësë me kesh pa. Mirë është mirë, urna. Të gjallule, unë e 1 litër tamë lë pinë me në gjesë këtë qona, në tesëll, t'jallë shojtë të poshtë. Edhe në bramje, para një gjysore para si me orën gjëmbë, edhe 1 litër rritë të poshtë, pse ma se bo vend jo? Shumë e vërtejt është, shumë e vërtejt është. Po për zotën. Me bo me amë, që është e ka kriju i zbali zëtë hevanatin me shërby insonit, e a insonje për bos, valloj, dro me në gjithë në sen, shkas në ka gjithë kur i herë. Një popull që jelëshon rrugën e Zotit, ajo nuk on regull.
Qyre bre, sa partia bo, sa përlamja, sa kacapytja, sa vërshime, sa breshni, në vendi jonë, ko e rahatun. Alo, po i shalaj madhit zot njështë të drejt kryet vendit tonë, atëherë çdo gjë rregullohet. As nuk dihet kush është i madh, as nuk dihet kush është i vogël. Lam që të thorë të shku. Po inshallah Zoti nuk i dënjohet më shumë. Se ka dënime dhe më të rënda. Do me thonë për shkak të mos pajtime, shumë parti shteti nuk po funksionon ashtu që shkanë qef popullata, si pas teje Zoti pas kanë dënu popullin e Kosovës? Dëgjom, unë në fillim të luftës e kum pa që s'është mirë. Unë në fillim të luftës e kum pa që do shkojnë sa më të rëthurë. Se një vend që sa kanë, zërë me kanë, pse gjysa nuk din e gjysa nuk ngojnë, atëherë të rëthurojnë sanët. Nuk e di sa i këtë i kuptu. Jo, në po të kuptojnë shumë bukur, por me qenë se para lufte nuk ka pas shumë qytetar apo popujt Kosovës që kanë pas mundësi të shkollohen edhe të edukohen edhe të kryjnë fakultete. Mas lufte u kanë shumë e lehtë se edhe ka pas, nuk po tham që i kanë marrë nashta me pare shkollën ose fakultetin, po tham i kanë pas mundësit se gati çdo familje, një antar 2, 3, 4 i kanë pas duke punu jashtë Kosovë dhe jashtë vitrujeve shqiptare në përgjithësi. Do me thonë, ka të shkollun, ka mjek të mirë, ka magjistar të mirë, ka profesorat të mirë, ka gjykatësa të mirë, ka gjithçka me shkollë shumë të lartë. Pse ju si popull nuk po bani të ke fundit protesta masive derisa ju ti heqni këta të pashkollunt, pa këta që s'po din me udhëheq shtetin e Kosovës edhe të vinë pikrisht ata që ju si popull i dini dhe dëshirani të jetë në kryt shtetit Kosovës. Pse aslan? Po ti pari me ndërmarrë në fshatin tanë apo në qytetin tanë me ndërmarrë një iniciativë edhe me thonë dojna me dalë me protestu derisa të bëhet mirë edhe të hiqen këta që kanë qenë që 27 vite edhe të vinë gjeneratat e reja të shkollune të edukune që i din ligjen, nuk janë të korruptune kështu me radhë, tjera. Ndëgjom me vëmendje tërë. Po? Një popull ose populli jonë për shembull, sa ka vujt, i shtypën me shumë vite, me shekuj, si jo me vite. Normal. Edhe me konë këtë gjendje, nuk ka sa më keq. Po edhe populli ka fajt pse, një popull që sa në rrugë Zotit e në rrugë drejt, ja qënë Zotin një sundimtar, zullumqar që i mundon, nuk i lënë rahat, ngrit çmimet, i burgos njerëz e drejt, jo pa drejtit. Po drejtit i burgos. Edhe aty nuk ka ma shport bereqet, nuk ka rahati, nuk ka kënaqësi. Se pa dalë, para popullin në rrugë Zotit dhe rrugë drejt, Zoti nuk e qon njenje mirë në atë vend, po e qon zullumqarin që i mundon. Po thu Zoti e qon zullumtarin? Unë kështë shejtoni që jashtë i menën e keq ati personi se Zoti nuk besoj që ja qenë popullit zullimqarin. Po shejtoni e ban personin apo personat e ban zullumtar për popull. Qore shejtani bënu besimtari Zotit, bënu i drejtë Zotit, shejtani s'ka shkalim aty. Shejtani plasë. Ikë aty, së në rrënë se s'ka vend. Kur jemi na vetë fajtorë, shejtoni, e biri shejtoni, të shejtoni ma shejtoni, të bëhet qotë aty. Pa drejtësi nuk ka fuqi, ku ma drejtësia është fuqia, kushte e fuqi në vishë i madhe zëtë. Shpresaj të vje fuqia, shpresaj të bashkohet populli, të fitan aj maj mire, t'ju plotësohen dëshirat, se më të vërtet kemi qenë që shëcek edhe ti me shekuj të vujtën, të shtypën, të maltreton, të dhunun, të prejnë, të grinë, të masakron, të burgosun, kështu që sad është përkeqardhjen liri
që 27 vite po bohen, ndodhin këto gjana, po dhe Zoti dividisohet populli, se populli është mbi gjitha. Kur populli është i bashkuar, nuk është i përqarë, mund të arrijë çdo gjë që dëshiron. Dëgjojmë edhe pak e për do prejmë. Orna. Në qoftë se vendi joni ka njerëz të mirë, edhe ju ka bo padrejtësia e madhe. A në qoftë se ka bo në lutje të i madhi, Zot mi thani, o Zot i madh. Mu dha mundësia me luftu ose me kontribu për vend tem, e njerëz të këqij ma hopën mundin, ma hopën fuqinë tonë që ma ke dhënë mundësinë me kry punë që shumë mas mirë ti. Aty bona ki hikan hin hak në punë Allah në rujt, çdo sen zdoget edhe hukret. Am këto është këtash? Po shumë mirë, shumë mirë. Apo ja që loja jo? Po qysh jo krejt. Po qa di june qa po ndodh atje poshtë Zotën, inshallah bëhet mirë. Vediseno i keni zgjedhjet shumë shpejt edhe zgjidhni ata që është maj miri për juve. E tani më skoni masanej me thonë, o pse na vret Rryma, o pse na vret Berlogi, o pse na vret Tamli, o pse na vret Voja. Kështu që Vediseno, bashkano, zgjidhni ata që është i mirë për juve edhe kështu, mos të keni mo qa mu anku. Në Kosovë s'ka që të shanë marifet, vetëm zgjedhje, përlavje, kacafytje, shumë parti, edhe jemi ardhë këtë vendin ku nuk duhet me ardhë. Po, e vërtet është, unë të falenderoj nëse s'ki me shtu diçka për fën Aslan. Ja, unë nuk di ma shumë, që unë në qytetarët ju jem mësu pak me përse s'kom di ti fjalë me thanë. Jella, po din ball, gajle më s'kish. Po din ball. Unë e falenderoj Zotin për familjet tem di ball, ty punët e mia, derët e mia, hallët e mia. S'u mbohen derët ka shkoj filioni, shka bën filioni, se po punon filioni, inshallah Zoti jep, po punon inshallah Zoti jep. Vish këshy punët e mia në mirë, edhe jam këtë gjendje që jam e falenderoj të madhin Zot për ta natë mia që mi ka dhënë. Faleminderit që na telefonove, faleminderit që bashkëbiseduam, të raj artim mirë vazhdim e dëgjohëm herave tjera Aslan. Kush don me hangër mirë do t'i qyr gjan. Kush nuk don do të qyr. Shumë e vërtet. Natën e mirë Aslan. Natën e mirë, ju përshëndes emër për emër me donjë zemër, e natën e mirë kalofshi që shumë mas mirë.